Shqipëria rekomandohet mes 13 vendeve më manitse për t'u eksploruar në botë nga e përditshmja britanike Restless. Vendi ynë cilësohet në shkrim gjithashtu një vend me plazhe të mrekullueshme dhe fshatra idilik. Destinacioni mesdhetar ofron një pamje manitse të Alpeve dhe vende historike magjepsëse, siç janë mbetjet nga perandoria osmane, shkruan Ellis dhe Christian në të përditshmen britanike. Ky vend i Europës jugore ka dhe shumë xhevahire të fshehura, thuhet më tej në artikull në përshkrimin për Shqipërinë. Shembull, jepet syri kaltër, që është një burim me ujëra blu verbues me një thellësi të panjohur. Gjirokastra, pjesë UNESCO-s, me shtëpit prej guri ngjajnë me fortesa të vogla, ndërsa rrugët me kaldrëm ju çojnë në pazarin e qytetit të Gurt, që është një tjetër destinacion që nuk duhet humbur, vlerësohet në shkrim. Bota jonë është e madhe, e bukur dhe emocionuese, kryesisht sepse është e përbërë nga një diversitet kulturash, shkruan Ellis dhe Christian. Nëse dëshironi të shihoni muzikën mariake në Meksik, të eksploroni majat dramatike të Shqipërisë, apo të bëni një ekskursion në fushat e vrasjes në Kambodja, ju rekomandojmë 13 vendet më manitse për zbulime kulturore, thuhet në artikull. Krahas Shqipërisë, lista e vendeve për t'u vizituar përfshin Perun, Kambodjan, Kinën, Portugalin, Guatemalën, Japoninë, Nepalin, Turqinë, Marokun, Jordanin, Etiopinë dhe Meksikën.